Gjykata kushtetuese ka dhënë një urdhërim kuvendit edhe për votën e emigrantëve. Në mazhoratën parlamentare ka një lloj interpretimi, edhe një lloj komunikimi ndoshta informal, se edhe vota e emigrantëve është e mundshme pa ndërhyrje në kod zgjedhor. Madje në roadmapin dorëzuar në Bruksel, ata thonë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke prodhuar akte nënligjore. A mund na konfirmoni ju këtë, pra a mund ta bëni ju mundsoj për që zëjë votën e emigrantëve me këtë kod që kemi dhe apo bëhen akte nënligjore? Ju faleminderit. Vazhdoj të qëndroj të njëjtit arsyetim, të njëjtit qëndrim, pikpamje të themi, në lidhje me këtë çështje. Nëse Kuvendi i Shqipërisë nuk plotson bashkëllokun ligjor, sipas urdhërimit të gjykatës kushtetuese, nuk mund të zhvillohet votimi nga jashtë. Nuk mund të zhvillohet votimi nga jashtë. Nuk është përgjegjësie e KQZ-s me këtë kuadër rregullator, kushtetues dhe ligjor për të nxjerrë akte në ligjore të cilat do të mundsojnë votimin nga jashtë. Gjykata kushtetuese, edhe pse unë e di shumë mirë që ka diskutime dhe qëndrime të ndryshme nga ky imi, ka vendosur, ka thënë që mungon ligji për të zhvilluar votimin nga jashtë, me pak fjalë. Sa kohë që mungon ligji, çfarë akti në ligjor do nxjerrësh ti si institucion? Ty të mungon ligji, logjikisht nuk mund të nxjerrësh akt në ligjor të një ligji që nuk ekziston. Dhe çfarë parashikon kushtetuta në lidhje me votimin nga jashtë, të themi, nuk është sikurse është rasti i shpërndarjes mandateve për të cilën ka një lloj përcaktimi.